Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Motra dhe dashura, po vazhdojmë me betejën e Hendekut edhe sot, me pjesën e dytë, domethënë herën e kaluar shpjeguam domethënë se të shtyr nga Fisi Benu Nadir, i cili ishte në Hajber, pra pasi që ishte shku prej Medinës atje, u mblodhën një numër i madh i idhujtarëve që të luftojnë domethënë pejgamberin alayhis salam dhe besimtarët në Medinë. Dhe thamë që herën e kaluar thamë që pejgamberi alayhis salam e pranoi sugjerimin e Selman el Farisiut për të ndërtuar një hendek. Dhe tek Ibn Sa'd transmetohet pejgamberi alayhis salam vetë i caktoi vijat se deri ku duhet domethënë të hapet hendeku, pra pjesën e siç kishim e thënë sot logjistikës e kishte përsipër vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë siç kemi thënë edhe në lufta tjera se e organizonte vetë këtë pjesë. Për disa arsye, sipas raportimeve, sipas domethënë haditheve që i kemi lidhur me këtë luftë, se mungesa e madhe e ushqimit që në fillim, pra që në kohën kur po hapej hendeku. Pra do të shohim se është vetëm rrethimi ka zgjatur 1 muaj. Domethënë tani nëse i llogaritim edhe ditët të cilat kanë qenë para rrethimit, domethënë që është hapur hendeku, sipas disa transmetimeve 40 ditë ka zgjatur ky ballafaqim me jo besimtarët, por arsye domethënë pse mungesa e ushqimit raportohet prej fillimit, jo pasi që është bërë 1 muaj e pasi që domethënë s'kan mund të dalin jashtë e tjera, dietarët islam i kanë përmendur disa arsye për këtë gjë. Në një ishte se betejë u zhvillua në dimër, pra frutat, perimet nuk rriteshin atë kohë, domethënë nuk kultivoheshin atë kohë, kështu që ata duhej të mbijetonin me ushqimin e ruajtur. Arsyeja e dytë ishte se rrethimi kishte ardhur në befasi, pra nuk ishte diçka që ishin të shumë përgatitur për këtë rrethim që do t'ju ndodh. Dhe e treta është se ata nuk kishin në gjendje të mirën me tregti, pasi të gjithë, domethënë ishin të zënë duke gërmuar hendekun, mirë po në anën tjetër edhe ishin të rrethuar dhe nuk mund të dilshin lirshëm jashtë për të furnizuar, domethënë ishin të izoluar. Sipas një transmetimi te Buhariu është se sahabët në këtë kohë përdornin vetëm elb të tharë. Domethënë elbi e dini është drith i cili mund të thahet dhe të përdoret si i tillë, dhe thotë këtë elbin e tharë e përzihenin me vaj, domethënë të bëhet diçka që mund ta hajnë, domethënë që të është e ngrënshme. Dhe sipas transmetimeve sahabët kanë thënë kishte një erë shumë të keqe, por e injoronim sepse detyroheshim të hajmë diçka. Domethënë çfarëdo që ju dilte përpara ata duhej të hanin. Dhe sipas një transmetimi të Xhabirit është se ndonjëherë gjenin vetëm përthamat e hurmave për të ngrënë. Kjo ngjarje para 1400 vjetëve megjithatë shumë aktuale për kohën e sotit që jemi gjithë dëshmitar të kësaj urie të madhe, domethënë që
ka psu populli i Gazës në këtë ditë, subhanallah. Dhe ka ndodhur disa mrekulli lidhur me ushqimin gjatë kësaj kohës. Gjatë sirës, kemi thënë edhe më herët se Allah ja ka mësu pejgamberit alayhis salam pra disa herë që ta ketë këtë mrekulli në ushqim. Pra që me pak ushqim ushqeheshin shumë. Mirë po, nga ky transmetim i betejës së Hendekut, shihet se është rasti kur masa më e madhe e njerëzve janë ushqyme me pak ushqim, pra është i veçantë ky transmetim. Gjabir ibn Abdillah tregon se një herë thotë e posh pejgamberi alayhis salam se po gërmonte ndërsa një ngrit dhe pjesa e që ishte vë një me një lidhse për mi. Shohim disa herë gjatësirë se kjo në atë kohë ka qenë një formë e kur kanë pasur dhimbje, domethënë të barkut nga uria, e kanë përdorur këtë mënyrë, domethënë që të shtrëngohej barku që mos t'ju dhe. Dhe thot Gjabiri, thot, shkova te gruaja ime, thot, dhe i thash, thot, po është diçka që nuk po mundem me dëru, s'po kam forcë, s'po kam fuqi me dëru një gjë të tillë. Dhe i tregon se si e ka pa pejgamberin alayhis salam. Dhe i thot pastaj çfarë kemi në shtëpi? Dhe ajo i thot kemi thot vetëm pak bukë dhe e kemi një domethënë të vetëm kafshë kemi është një edh, një kec, një dhije vogël, që zakonisht nuk do të duhej të flijojë për ushqim disa të vitet dhe pak, po kjo është thot e gjitha që e kemi. Atëherë thot Gjabiri, thot i thash, fillo me një herë përgati. Dhe shkova te pejgamberi alayhis salam pas pak, domethënë pasi që ishte futur domethënë që të përgatitet mishi. Thot shkova te pejgamberi alayhis salam dhe gati si i përshpërita, domethënë përshpëriti shumë me zë të olt ka fol, dhe thot në vesh ju afrova dhe i përshpërita duke i thënë, o i dërguari i Allahut, gruaja ime ka përgatit pak ushqim. Kështu që e aty edhe merr edhe një ose dy persona me veti si çaq mund të hajnë. Dhe këtu subhanallahu ndodh një domethënë situatë interesante se pejgamberi alayhis salam përkundër kësaj përshpëritje në vesh që i thot Gjabir ibn Abdillah, ai kthehet masës, domethënë njerëzve që ishin aty, sahabëve me të madhe, duke thënë o njerëz të Hendekut, domethënë që janë duke bërë Hendekut. Thot Gjabiri dhe gruaja e tij kanë përgatitur një ushqim për ne. Mirë se vini të gjithë, i fton të gjithë. Dhe kur e dëgjon këtë gjë, Gjabiri vrapon te gruaja e tij dhe i thot me një herë, thot, paramdo, thot, unë shkuva i thash pejgamberit alayhis salam vetëm një ose dy vetë mundesh mi marr me veti, thot ndërsa ai ju tha të gjithëve. Dhe gruaja e tij e pyet me një herë, a i ftove ti apo i ftoi pejgamberi alayhis salam? Si që kanë zakonisht, domethënë gratë të shohin se ku është problemi atë burri i tyre, a ditë dikush tjetër. Dhe kur i thot Gjabiri që jo unë i thash vetëm atij, po pejgamberi alayhis salam i ftoi të gjithë, atëherë ajo i thot në atë rast mos u shqetëso se s'do të ketë kur farë domethënë shqetësimi. Subhanallahu, këtu shihet edhe imani i gruas së Gjabirit, që e din që nëse pejgamberi alayhis salam ka thënë ashtu, nuk duhet ta të shqetësohet. Dhe vjen pejgamberi alayhis salam dhe hyn domethënë te
në shtëpia e Gjabirit dhe i thot njerëzve që të vinë vetëm nga 10 persone. 10 nga 10 të hynë me radhë. Dhe ai e sheh atë enën, atë tenxherën që ishte, domethënë, duke u zier mishi dhe i thot dhe fillon të bëj dua, domethënë dhe të kërkoj bereqet prej Allahut për këtë ushqim. Pastaj i thot 10 personave të hyjnë në dhomë, me që edhe dhoma ishte e vogël dhe nuk mund t'i astrihante më shumë se sa 10 persona, dhe erdhën ata ngrënë dhe secili prej tyre hëngri dhe u largua i ngopur. Pastaj erdhën 10 të tjerë, këta dilnin tjerë të hynin, derisa përfunduan të gjithë ushqim. Pra ushqimi asnjëherë nuk paksoi edhe pse ata hanin, domethënë, në atë enë. Dhe është një transmetim që dikur më vonë kur e ka tregu Gjabiri këtë ngjarje, një sahabe ka pyetur a e din, a thu vallë sa kanë qenë, sa persona kanë qenë aty që kanë ngrënë, dhe Gjabiri ibn Abdullah ka thënë rreth 1000 persone. Domethënë është një numër shumë i madh dhe nga gjitha transmetimet është numri më i madh që kanë hëngër me shumë pak ushqim. Paramendoni, ushqimi është paramendu për 2-3 vetë, 3-4 vetë, pa pejgamberi alayhis salam ka thënë merr edhe 1-2, edhe Gjabiri që është me gruan e tij, domethënë për 3-4 persona është paramendu që ka me pas ushqim, por mrekullia që Allah ja mundsoi pejgamberit alayhis salam, bereqeti që i dha atij në këtë rast, domethënë bëri që 1000 vetë të ngopen edhe ushqimi të shohej për të gjithë ata domethënë që ishin të pranishëm. Subhanallahu, kjo është një ngjarje interesante, po mësimi i kësaj ngjarje është se ekziston një gjë e tillë si bereqeti. Pra Allahu kur don jep bereqet, edhe pse kjo llogaritet mu'gjize, mrekulli e pejgamberit alayhis salam, por bereqeti është diçka që ekziston dhe që Allahu subhanahu wa taala kujt e don ja jep. Prandaj është mirë që të lutemi që Allahu na jep bereqet edhe në kohën tonë, se ndoshta dikujt ja mundson për 1 orë të kryej që punë sa dikush kryen për 10 orë, sepse i ka dhënë bereqet në këtë gjë. Dikujt me pak pasuri që ka ja mundson me fitu shpërblim në sadaka më shumë se sa dikush që ka miliona. Domethënë dikush me pak ushqim mund t'i del edhe t'i teproj, ndërsa të tjerëve nuk i del, domethënë edhe pse kanë shumë. Siç ka thënë një dietar një rast kur e ka pyetur një njeri se i ka thënë, domethënë nuk besoj çka thuni ju bereqeti, çka është ky koncepti i bereqetit. Domethënë ki një sasi të qoftë pasurisë, qoftë ushqimit, qoftë çka do, çaq sa është, nuk mundesh me pas tash në të njëjtën masë, dikush më shumë bereqet e dikush më pak. Dhe ky dietar i thotë ata shpjegoj çfarë është bereqeti. Thotë a e ke parë të 2 lloje të kafshëve? Kush janë ato? Delet dhe qeni. Thotë domethënë te qeni është interesant, thotë se një qen femër, një kudër që i themi ne, lind 7-8 10 plysh për një herë. Thotë ndërsa delet lindin nga 1 qengj ose 2. Thotë megjithatë, thotë kur del ti në një fushë, thotë e sheh kopen ku ka me qindra dele e qingj, thotë ndërsa e sheh vetëm 1 qen. Pra edhe pse është kafshë që shumoshë, megjithatë ka domethënë gjithmonë ka më pak si kafshë se sa që ka qingje apo dele.
Prandaj duhet të lutemi o Allah na beko në familjen tonë, o Allah na beko në pasurinë tonë, o Allah na beko në kohën tonë, o Allah na beko në gjithçka që na ke dhënë. Do të thënë jep na begati, jep na bereqet në çdo gjë që na ke dhënë neve. Gjatë kësaj kohe ka ndodhur edhe diçka interesante, domethënë pejgamberi alayhis salam ju ka dhënë disa sihariqe, disa myzhde besimtarve për ardhmërinë e umetit, për ardhmërinë e muslimanëve. Duke, domethënë duke gërmuar hendekun, pa pritmas njëri prej sahabëve has në një shkëmb që ishte shumë i madh dhe nuk mund ta thej atë. Dhe fillojnë domethënë të shkojnë përreth, shiqojnë çfarë është, edhe si t'i bëjmë ti mshojmë nga kjo anë apo nga ajo anë. Pastaj thonë sahabët, jo s'po i mshojmë hiç, po thrasim pejgamberin alayhis salam. Domethënë si zakonisht qysh bënin gjithmonë kur shihnin diçka që nuk është domethënë e zakonshme, e thirrnin pejgamberin alayhis salam që të këshilloheshin me të. Sepse njëra prej, domethënë ky sahabi duke i rënë shkëmbit e then atë kazmën dhe kur vjen pejgamberi alayhis salam e merr një kazë tjetër dhe thot Bismillah, Allahu Ekber, pra në emër të Allahut, Allahu është më i madhi. Dhe kur i mshon këtë herë, i shkëmbi kthehet, domethënë një e treta e tij ndahet, coptohet dhe pejgamberi alayhis salam me gzim thot i fitova qelsat e Shamit, pasha Allahun, në këtë çast jam duke parë pallatet e kuqe të tij. Pra Allah ja mundson që t'i sheh pallatet e kuqe të Shamit. Shami pra është pjesa ku është tani Siria, ka Damasku, domethënë në Damask kanë qenë këto pallatet e kuqe të Damaskut, që na, domethënë atë kohë shqytur vetëm Sham. Dhe subhanallah, me të vërtet do t'ja mundsoj Allahu një gjë të tillë shumë shpejt muslimanëve. Se toka e parë që muslimanët e kanë çliruar pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, pra duke filluar menjëherë në alifatin e Ebu Bekrit dhe pastaj pjesa tjetër gjatë kohës kur ishte halife Omeri, pra toka e parë që u mur në dorë të muslimanëve është pikërisht toka e Shamit. Pra shumë shpejt nga kjo ngjarje. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ra gurit për të dytën herë dhe përsëri u thye një pjesë e tij dhe thot prap Allahu Ekber dhe thot domethënë po e shoh Persin. Pasha Allahun, tani jam duke parë pallatet e bardha në sheshet e saj. Pra Persia, Perandëria persiane, ku është Irani i sotëm, pra ka qenë edhe kjo afër tradishullit arabik dhe ka qenë një prej dy perandorive më të mëdha. Pra në Sham ka qenë Bizanti, Perandëria romake e lindjes, dhe në Persi ka qenë Perandëria persiane, që kanë qenë dy superfuqitë e kohës. Dhe tani kur ju thot pejgamberi alayhis salam këtë gjë muslimanëve, pra kur janë në një gjendje shumë të vështirë, gjendje shumë të rëndë, nuk po kanë me çka me mush barkun, domethënë bukë me mbush barkun, po kanë uri, po janë të rrethuar nga gjitha anët prej armikut, domethënë kanë hapur hendek për ta mbrojtur qytetin, ndërsa në këtë kohë pejgamberi alayhis salam po ju jep gjithë këto sihariqe. Një gjë domethënë shumë interesante. Pastaj edhe për të tretën herë i bjen thot Bismillah, Allahu Ekber dhe shkëmbi u thërmui tëri
dhe thot i fitova qelsat e Jemenit, betohem në Allahun se nga ky vend po i shoh dyert e Sanas. Sanaja ka qenë një qytet prej, më thënë, më të mëdhejve në Jemen dhe më të zhvilluarve, që domethënë edhe aty ka pasur një civilizim dhe sigurisht domethënë edhe kjo pjesë është një pjesë në kohë të pejgamberit alayhis salam dhe në pjesë në kohën e halifeve, pra mirët në duart të muslimanëve dhe këta e pranojnë të gjithë islam. Ëm, një parashikim, si me thënë tjetër, apo predikim tjetër për të ardhmen që ka bërë pejgamberi alayhis salam është edhe rasti me Amar ibn Yasir, cili punonte shumë, do thënë nuk ndali, ka Amari, nëse i kujtohet në fillim të sirës, është që prindrit e tij janë shahidët e parë në Islam, pra Sumeja dhe Jasiri, që Ebu Gjehli e të tjerë në Mekë i detyrojnë të thojnë, domethënë që po i besojmë idhujt dhe këta nuk thonë dhe pastaj domethënë i vrojnë ta dhe kështu vdesin si shahid të parë. Që nga ajo kohë Amar ibn Yasir ka ndajt gjithmonë afër pejgamberit alayhis salam dhe s'ka kursy veten asnjëherë, sidomos në raste të tilla kur ka pasur diçka të punuar. Është një transmetim që kjo gjë, kjo bisedë me pejgamberin alayhis salam dhe Amar ibn Yasir ka ndodhur kur është ndërtu xhamia në Medinë dhe një transmetim tjetër është kur është hapur Hendeku, pra tani, ndërsa Ibn Hajar thotë kjo ka mujtur të ndodhë në të dy raste, sepse pejgamberi alayhis salam ja ka përsërit një gjë të njëjtë në dy raste. Dhe mund të jetë, më thënë edhe kjo, me rëndësi është që të dy transmetimet e haditheve janë hadithe sahih. Dhe ky duke punuar, po është më me rëndësi, domethënë në këtë hadith çfarë nxjerrim, pejgamberi alayhis salam i thotë Allahu të mëshiroft, Allahu pas të mëshirë në ty, o Amar, thot në ditën kur do të vrasin ty ata që kanë dalë jashtë rregullave. Pra, kur do të ndodh që do të ndodh kjo profeci e pejgamberit alayhis salam, domethënë kjo që ka tregu diçka para se të ndodh, është pikërisht në luftën kur e bën Aliu me Muaviun, për shkak të një mosmarrëveshje, domethënë që Muaviu kërkon që mos t'i jepet besa, domethënë muslimanët për halifën tjetër pa u gjetur vrasësit e Osmanit, radiallahu anhu, dhe ai me atë vetën bën ijtihad, bën përpjekje, konsultohet dhe mendon që ka të drejtë, dhe këta pjesa tjetër e muslimanëve vetëm ja kishin dhënë besën Aliut dhe ndodh domethënë një përleshje, një kacafytje, një luftë mes njërës anën, domethënë Aliut dhe anën tjetër Muaviu. Dhe prej këtij hadithi të pejgamberit alayhis salam, së pari shihet që Aliu ka qenë më i drejtë në këtë rast, sepse thot ty do të vrasin ata që janë jashtë rregullave, domethënë që kanë bërë një gabim në rregulla, dhe thonë dietarët gabimi i tyre ka qenë se nuk ju kanë bind halifës, është rregull, është mëkat mos ju bind halifës, ë? Mirë, po mësimi tjetër është domethënë që këtu pejgamberi alayhis salam nuk i ka quajtur kafer, jo besimtar, që kanë dalë jashtë fesë, siç i kanë quajtur disa prej atyre të cilët janë ndarë prej grupit të muslimanëve, do thënë prej Havarixhve, më vonë Shiat e tjerë, që këtë grupin e Muaviut, këtë grup e disa grupin e Aliut e kanë quajtur kafer, jo besimtar. Përsa sipas këtij hadithi, domethënë thonë dietar që këtu shihet që pejgamberi alayhis salam ka paralajmëruar për një gjë, po ka paralajmëruar për një grup të muslimanëve që kanë gabu, e jo që kanë dalë prej fesë. Dhe me të vërtetë kështu ndodh, domethënë në këtë luftë i vjen një shigjet që nuk kuptohet nga i ka ardhur Amarit, por që ajo është vdekjepruese për të, e ai në atë moshë domethënë ka qenë në moshë të shtyr, po që Allah ja ka mundsuar domethënë të vdesi
shahid. Si ishte bërë përgatitja për betejë? Sipas Ibn Sadit, 4.000 Kurejsh kanë ardhur janë mbledhur të vinë në këtë luftë, pra vetëm Kurejshët. Në ligjëratën në pjesën e parë të luftës së Hendekut kemi thënë se këtu për herë të parë në historinë e arabëve janë mbledhur ku janë e kus janë idhujtarët, krejt gadishullit janë bërë bashkë, do të thënë me strategjinë e Izid Benu Nadir, pra të jehudëve që kishin qenë më herët në Medinë që dëbuan dhe shkuan në Hajber, pra me organizimin e tyre, arrihet gjithë kjo që të vinë deri në 10.000 ushtarë rreth Medinës. Pra, vetëm Kurejshët ishin 4.000 edhe kishin 300 huaj dhe 150 dek. Që nga kjo shihet domethënë se sa të pregatitur ishin kur vetëm njëri grupacion i ka gjithë këto pregatitje. Dhe ashtu Benu Sulejm, pra fisi Benu Sulejm i kishte 700 njerëz, Benu Fizara i kishte 1.000, pastaj Benu Eshgja i kishte 400, Benu Murra 400, Benu Asad 700, kështu që domethënë këto transmetime i gjenden në librat e sirës për organizimin e tyre. Kjo betejë përveç emrit Hendek, i kemi shpjeguar në ligjëratën e parë se ka dhe Ahzab. Dhe Ahzab domethënë aleancat apo grupacionet, palët, konfederatat, domethënë grupacione të mbledhura për të luftuar muslimanët dhe pejgamberin alayhis salam. Pra grupi më i madh ishte i Kurejshve, kështu që ata edhe kishin peshën më të madhe në këtë betejë dhe domethënë udhëheci i tyre ishte me ndikim. Kush ishin këta prisat të cilët domethënë erdhën këtu? Pra muslimanët përveç që e hapën kanalin këtë Hendekun, kemi treguar herën e kaluar se gratë dhe fëmijët i kanë izoluar në një shtjellë. Prisi ndoshta më i madh dhe më me peshë në këtë ndoshta sot kishim e quajtur koalicion të grupacioneve të ndryshme, ishte pra nga fisi Kurejshit ishte Ebu Sufjani, i cili e dim domethënë se ishte prisë edhe në luftën e Uhudit dhe ishte shkaktari që ai duke quar karavanin kishte thirrë këta Kurejshët nga Meka që të vinë për të luftuar në luftën e Bedrit. Pra tërkohën është një, domethënë një rival, një armik që lufton me pejgamberin alayhis salam. Mirë po, Ebu Sufjani me moshë ka qenë 10 vjet më i madh se pejgamberi alayhis salam, pra është prej fisit Benu Umeje dhe është llogarit prej atyre që janë prej atyreve domethënë që janë llogarit armik fisnik. Kemi shpjeguar në një prej ligjëratave që domethënë armik fisnik domethënë edhe pse ishte një armik, kur nuk u përkul ndaj taktikave të ndyra të Ebu Gjehlit, të Umej ibn Halef, të Ukba ibn Muit, domethënë gjërave shumë të ulta që i bënin. Ky luftonte, po luftonte me dignitetin e vet, ishte më i vjetri te populli Kurejsh që kishte metur pas luftës së Bedrit, njihej si ushtarak, si strateg, gjitha këto, domethënë nuk e pranoi Islamin dhe nuk mendonte që është diçka e drejtë, po në një farë mënyre
udhëheqte me ato besime që ka kishte në një lojë ferr, jo duke bërë gjëra të ulta sikurse që i bënin ata tjerë. Dhe kemi thënë një ligjërat që në shumicën e rasteve të këtyre armiqve fisnik, të dinitetshme, ka ndodhur që e kanë pranuar, herë do kur do e kanë pranuar Islamin. Për shkak të drejtësisë së tyre që të ndodh në çlirimin e Mekës që dhe Ebu Sufjani ta pranoi. Dhe djali i tij është Muawije dhe domethënë ai është i pari që pastaj pas tij vin dinastia e Umajadëve, domethënë mbas të fisit të tyre që do të domethënë shumë vite do t'i udhëheq muslimanët domethënë në halifat. Pra vet ishin për nga natyra prisa Ebu Sufjani, djali i tij edhe pasardhësit e tij. Pra prej pasardhësve të tij bëhet dinastia e Umajadëve. Një pris tjetër në këtë luftë ishte Ujejne ibn Hisn. Ky ishte një beduin, pra një fshatar i shkretirës, që ishte shumë i vrasht. Dhe kishte shku edhe më herët në Medine dhe ndodh që një herë kishte shku në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam dhe ishte në kohën kur ende nuk ishte zbritur urdhri për mbulesë. Dhe hyri me një arrogancë në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam pa trokitur. Dhe pejgamberi alayhis salam atij i tha: "O Ujejn, duhet të pyesësh para se të hysh." Dhe ky i përgjigjet në mënyrë shumë të vrashtë: "Unë nuk kam kërku kurrë në jetën time leje për të hyrë në shtëpinë e një arab." Do thënë e tregon atë pa edukatën e vet, që në momentin e parë. Dhe pastaj e pyeti kush është kjo për Aishën. Dhe i thot pejgamberi alayhis salam, kjo është gruaja ime, Aisha. Allah qoftë i kënaqur me të. Atëherë thot, pse mos ta japun ty një më të bukur se sa kjo. Edhe thot, nëse don, ndaje prej kësaj dhe unë ta jap një më të bukur. Kjo ishte një, si me thënë, një traditë e idhujtarëve që ndodhte që ja jepnin gruan e tij dikujt për të bërë ndonjë marrëveshje. Dhe pejgamberi alayhis salam i thotë kjo gjë është haram, është e ndaluar në Islam atë çfarë po thu ti. Domethënë nga biseda kuptohet që ishte një njeri shumë pa edukat, shumë ignorant, jahil dhe që nuk dinte as rregullat e mirësisë. Kur largu ai, Aisha radiallahu anha e pyeti, o dërguari i Allahut, kush është ky burr? Dhe pejgamberi alayhis salam i tha, ky është budallai që i bindet populli i tij. Do thënë budallai që pasohet. Dhe Aishës i erdhi interesant kjo gjë që e tha një fjalë, pejgamberi alayhis salam një fjalë shumë të ashpër për dikën i cilësim, domethënë shumë të ulët për dikën, ndërkohë që sa ishte ai aty, nuk i tha pejgamberi alayhis salam, domethënë më që mundu me këshillu dhe nuk i tha diçka. Dhe i thot i dërguari i Allahut, thot pse ti tash kur ai u largu po fol domethënë fjalë të ashpra për të. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot nuk më ke njohur ti që unë nuk jam fahish, domethënë nuk jam me sjellje të keq që për ata që janë fahish, për ata që janë me sjellje të keq. Dhe thot pastaj njerëz më të këqij të njerëzimit janë ata me të cilët njerëzit sillen mirë vetëm për të shpëtuar veten nga e keqja e tyre. Domethënë
njeri si ky nuk duhet me hy, si me thonë, me të në polemika apo në fjalë të rënda për shkak të pasigurisë nga e keqja e tij. Për shkak se çdo moment mundet me ta kthy me të keqe. Dhe Ujen ishte një person i tillë. Pra shumë sime në këto gjëra, në këto takime të pejgamberit alayhis salam. Me thënë, uh, njerëzit kanë pyetur pastaj si ka mundësi ky njeri kaq kaq i ashpër, kaq i paditur të bëhet prijes i fisit të vet. Sepse zakonisht edhe pse kanë qenë fise beduine, kanë gjetur për pris një njeri që ka pak më që është pak më i mirë, më i drejtë e tjera. Dhe është një tregim shumë i rënd për atë se si është bërë ky pris, që edhe këtu shihet ajo ana e prishtë e tij. Thuhet se babai i tij ka pas domethënë një sëmundje shumë të rëndë që ka rënë në shtrat nga e sëmundje, domethënë sëmundje e lëkurës, dhe që po e mundonte shumë prej dhimbjes, prej gjendjes domethënë të keqe që e kishte. Dhe në një moment i mbledh të gjithë djemtë e tij dhe i thot kush prej juve më vret, sepse s'mund të duroj më prej dhimbjeve, prej vështirësive të sëmundjes, kam për t'ia lënë krejt udhëheqjen me fisin tonë. Dhe subhanallahu asnjë prej djemve nuk e pranon, sepse kemi thënë disa herë që në atë kohë, domethënë edhe pse kishin shumë gjëra të këqija arab, një prej gjërave të mira ishin që shumë ishin për familjen, për fisin, për respekt shumë të madh, domethënë për të parët e tyre. Dhe ata i thanë, o baba jon, thot asnjëherë na nuk mund ta bëjmë një gjë të tillë, ku ke dëgju ti që dikush ta vret babain e vet, çfarë do të thonë njerëz për neve. Dhe ky shkon dhe i thot babait vet, thot nëse të vrasun e thot çka marrën këmbim, dhe thot ky ti do t'jesh pris pas meje. Kështu që Ujene e merr dhe vret babain e vet dhe bëhet udhëheqësi i fisit Banu Fiza. Drejt fundit të sirës, domethënë ka përfundimi i jetës pejgamberit alayhis salam, kur e gjithë Arabia e ka pranuar Islamin, e ka pranuar dhe ky Ujene. Mirë po, kur është paraqitur Kulejhe, një profet i Ram, i cili domethënë ka qenë gënjeshtar, ka shpall veten profet, ky me njëherë i bashkohet atij. Dhe domethënë vjen zinet rob në betejën e Ridas që e bojnë në kohën e Bubekrit kundër këtyre njerëzve të cilët faktikisht e bëjnë këtë mohim, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë që unë jam vula pejgamber, po s'ka pejgamber mas meje. Dhe kur zinet rob, njerëz të Medinës i thonë ti kishe një herë ke pranu Islamin, si e ke pranu tani tu lehin, ai ju thot atyre, unë kur nuk e kam pranuar Islamin që në fillim, vetëm jam paraqit. Kur nuk kam qenë musliman, po domethënë vetëm ju kam paraqit juve si i tillë, masi e kam pranu shumicën. Subhanallahu, domethënë shikoni këtu mentalitetin e këtij njeriu, dhe ky njeri tani po vjen me luftu pejgamberin alayhis salam, pra tregum diçka që ka me ndodhur dhe mas me pa se me çfarë njerëz ka pas të bëj si armiq pejgamberi alayhis salam. Një tjetër, domethënë një prej atyre prisave tjerë të betejës ka qenë pikërisht ky Tulejha nga fisi Benu Asad, i cili ka ardhur në këtë luftë dhe i cili më vonë do ta shpall veten pas vjedhjes së pejgamberit alayhis salam, ta shpall
pejgamber, se edhe ati po i shpallet. Domethënë, ka një histori shumë interesante. Tash pra, në këtë moment që po e shpjegojmë, është jashtë Medinës, është i gatshëm të luftojë edhe ti heqë qafë krejt musliman. Mirë po pas përfundimit të vitit 9 të hijretit, ai e pranon Islam. Por në atë kohë kur shumë fise ka dishullit e pranojnë. Mirë po, pra si vdes pejgamberi alayhis salam, ishte një nga 10 njerëzit që e shpallën veten profet. Dhe domethënë filloi t'i bëj disa shpikje të interesante sepse thoshte se po i zbret edhe atij një Kur'an. Dhe këtë e ka, pra, sikurse të tjerët që praktikisht dolën prej Islamit me këtë deklarim të tyre, u bën kafir, duke thënë se po na vjen edhe neve shpallje tjera. Edhe ky u luftu, domethënë ishte komandant i ushtrisë muslimanëve Halid ibn Velidi, i cili e sulmon. Por kur sulmohet ai dhe fisi i tij, ky ik në Siri. Mirë po, interesant, pasi që shkon në Siri, fillon të reflekton dhe pendohet sinqerisht dhe kthehet prap Islam. Kështu që kthehet në Medinë i penduar dhe kërkon falje dhe Ebu Bekri ja jep atë falje. Por me që gjithmonë ndjej fajtor për atë çfarë kishte bë, vazhdimisht bënte dua që Allahu t'ja pranoj shahidlëkon, që të vdes domethënë si shahid. Dhe në fakt luftoi këtë lufta të krah Halid ibn Velidit dhe në betejën e Qadisiyes, pra që ishte një betejë kundër persianëve, luftoi shumë ashpër me armikun dhe aty përfundimisht vdesi shahid. Pra, këta njerëz janë udhëheqësit e Ahzabut. Një prej atyre që kanë luajtur një rol shumë të madh në këtë betejë janë edhe fisi i beduenëve që quhej Gatafan, pra Benu Gatafan. Dhe ishte grupi i dytë më i madhi pas Kurejshëve. Domethënë kishin 2000 deri në 4000 persona. Dhe nëse ju kujtohet, kemi përmend herën e kaluar se këtyre ju kishin premtu jehudët që kanë dhënë një të tretat e produkteve një të dytat e produkteve të Hajberit, pra gjysmën e produkteve të Hajberit, nëse këta shkojnë në këtë luftë. Dhe këta, megjithatë, prittonin që të luftonin, kështu që shkojnë te pejgamberi alayhis salam dhe thonë, shikon, ai na ardh këtë luftë, veç se është premtuar kjo gjë. Thotë, nëse ju na japni një gjysmën, që 1/3 e prodhimeve të Medinës, ne s'kemi me luftu me ju. Subhanallah, shikoni se sa të etur ishin ata veç me kështu, qa me fitu diçka pasuri, domethënë nuk kishin as ideal pse po luftojnë, as pse s'po luftojnë, por përfitojnë diçka. Dhe pejgamberi alayhis salam konsultohet si zakonisht, konsultohet me sahabë, në këtë rast e merr Saad ibn Muadhin edhe Saad ibn Ubade. Domethënë Muadhi ishte udhëheqësi i fisit Eus dhe Saad ibn Ubade ishte udhëheqësi i fisit Hazraq, pra dy fiseve të ensarve, fiseve më të mëdha në Medinë. Dhe pejgamberi alayhis salam ju thotë, domethënë çfarë mendoni, sepse nga kjo shihet se nuk është ndaluar për shembull për të, nëse dëmin e dikujt mund ta largosh duke domethënë bërë një marrëveshje me ta, ju plotsu një kërkesë, domethënë që e kanë ata, atëherë e ka konsideruar pejgamberi alayhis salam se në këtë rast që janë shumë ngushtë dhe që po luftohen prej 10.000 ushtarëve rreth Medinës, pra nëse sahabët mendojnë se mund ta bëjnë këtë gjë, që duhet ta konsiderojnë që ndoshta ish dashur. Mirë po,
Sad ibn Muadh dhe Sad ibn Ubade, me njerë i thonë pejgamberit alayhis salam, o i dërguari i Allahut, a e ke këtë që po e thu se tu ka shpall prej Allahut, apo vetëm po don mu konsultu me njëri? Dhe pejgamberi alayhis salam i thotë që veç po konsultohem me juve, si po mendoni për këtë çështje, domethënë sepse nuk është vendos diçka për këtë punë, me shpallje. Atëhere, këta i thonë, o i dërguari i Allahut, le të kthehen kanar, sepse ne nuk e kemi nënçmu veten në gjahiljet, e lerëm ata që jemi musliman. Pra llogarisjen si në çmim të vetës ta me kërku dhe këta m'ju dhën veç sa me qenë të lirë prej tyre. Dhe pra pejgamberi alayhis salam ju thot atyre se nuk kemi nevojë për pazarin tuaj. Pra dhe këta ishin një prej atyre që kishin më së shumti njerëz në këtë luftë pas Kurejshit. Sipas transmetimeve, në librat e sirës është që hapja e Hendekut kanë zgjatur 6 ditë. Ka dhe një transmetim që thonë 15 ditë, edhe më shumë, se kjo mirë po me siguri këtu është një gabim. Domethënë nuk mund të kenë qenë më shumë se 2 javë, ndërsa librat më autentik thonë 6 ditë. Pra duhet të ketë zgjatur midis 6 ditëve dhe 2 javëve. Mirë po jo më shumë se sa kaq. Me që grupacionet po vinin në atë kohë dhe nuk kishim edhe sikur kishin dashur që ta bëjnë më të gjatë apo më të thellë Hendekun, nuk kanë pasur kohë për një gjë të tillë. Dhe siç e kemi thënë edhe më herë, domethënë sahabët ju pacaktu në cilën pjesë do të rinë, pra nga ana e brendshme e Medinës, pra në mes tyre dhe armikut ishte Hendeku, pra këta rinin nga ana e brendshme dhe i kishin vendin e caktuar, sepse në rast se armiku do ta kaloj Hendekun, ta duhet t'i vrisnin dhe mos t'i lejonin, domethënë që t'ju marrin Medinë. Pra është interesant se rrethimi pra ka zgjatur 1 muaj dhe sipas transmetimit që gjendet te Ibn Sad, pra transmetuesi i sirës, thuhet se pejgamberi alayhis salam është largu nga shtëpia e tij në muajin Dhul-Qade. Domethënë në muajin Dhul-Qade në vitin e 5 të Hijretit, sipas asaj që kemi thënë edhe në ligjëratën e kaluar. Umu Seleme në një transmetim thotë se kjo luftë ishte një luftë shumë e mundimshme. Tër natën i dëgjonim tekbiret e muslimanëve. Pse bënin tekbire, domethënë muslimanët, që të kuptoj armiku se aty ishin, pra tër natën thonin Allahu Ekber, Allahu Ekber, në mënyrë që me kuptu, domethënë që nuk mund të vinin ata kur të donin, domethënë këtë anë, sepse aty ishin ushtria e muslimanëve. Dhe Umu Seleme thotë për ngjarjen e Hendekut, thotë kam qenë dëshmitare shumë betejave me pejgamberin alayhis salam, në të cilën kishte luftë dhe frikë. Kam qenë El Muraisi, kam qenë në Hajber, në Hudejbije, në Fethul Mek, në çlirimin e Mekës, në Hunej, por asnjëra prej tyre nuk ishte më e lodhshme dhe më e frikshme se sa Hendeku, sepse muslimanët ishin në një situatë shumë të pasigurt. Ne ishim të shqetësuara për fëmijët tanë nga Benu Kurejda dhe Medina patrullohej gjithë natën. Dhe tër natën i dëgjonim tekbiret e muslimanëve, domethënë deri në mëngjes, deri në sabah. Pra ishte domethënë një gjendje lufte, një gjendje alarmi, një gjendje frike, sepse ishte dimër, ishte ftohtë, kishin ardhur gjithë ata ushtarë kishin rrethuar Medinën,
në anën tjetër friksoheshin, mos rastisht Benu Kurejda po i tradhton dhe po e prish marrëveshjen, e ishte në mes Medinës, gratë dhe fëmijët i kishin domethënë në qytet, pra gjitha këto bënin që kjo luftë konsiderohet, kjo betejë konsiderohet prej më të prekshmeve. Pejgamberi alayhis salam e merrte edhe ai detyrën e patrollimit të një zone. Domethënë aq shumë ishin nevojë që gjithë të kontribuojnë, saqë edhe vetë pejgamberi alayhis salam e kishte kohën e vet të patrollimit. Dhe domethënë treguohet në një transmetim prej Aishës se një natë thotë u dëgju që u afru dikush dhe domethënë Aisha ishte brenda në tendë, ndërsa pejgamberi alayhis salam e kishte kohën e patrollimit. Dhe thotë pejgamberi alayhis salam tha kush është atje? Dhe burri tha jam Sad ibn Abi Waqqas dhe kam ardhur i dërguari i Allahut që të zaventësoj ty. Domethënë të liroj ty nga turni yt, si më thonë. Dhe pejgamberi alayhis salam i tha mirë, qëndro pra këtu se unë do të pushoj. Dhe thot Aisha, pejgamberi alayhis salam hyri në tendë dhe ra në gjumë menjëherë aq shumë sa që domethënë hyri menjëherë në gjumë të thellë. Kjo tregon që ishte shumë i lodhur dhe i raskapitur. Pra kur edhe i dërguari i Allahut e ka këtë gjendje, kjo kuptohet se të gjithë ka qenë një betejë shumë e vështirë. Dhe thot Aisha në vazhdim, nuk ja kam harru kur atë nder Sadit. Domethënë që vullnetarisht është thumi ndihmu pejgamberit alayhis salam që me lën ata me pushu pak. Subhanallah. Në librat e sirës mësojmë se ishte mesi i dimrit. Domethënë bënte aq ftohtë sa që sahabët hynin nga pak në tendë brenda, që i kishin ato tendat që i kishin bërë rreth hendekut, i ngrohnin pak durët, domethënë ngroheshin pak dhe pastaj dilnin përsëri jashtë. Domethënë ishte një kohë shumë e vështirë dhe një betejë shumë e rëndë. Ndërkohë prisi i fisit Benu Nadir, që kishte nxitur krejt këtë luftë, pra prej Hajberit. E shpjeguam edhe herën e kaluar se një nga ligjëratat e mëhershme, pra 3-4 ligjërata më herët ka qenë ajo se si fisi Benu Nadir u dëbu prej Medinës për shkak të atentatit që organizuan për pejgamberin alayhis salam, domethënë dëshiruan ta vrasin pejgamberin alayhis salam dhe e njoftoi Xhibrili për këtë gjë dhe u çu pejgamberi alayhis salam nga ai vend, mirë po ndëshkimi i tyre ishte që të largohen me krejt pasurinë çka kanë, sa mujnë me bart, le të bartin dhe u largu prej aty dhe shku në Hajber, pra me tërë pasurinë e vet. Dhe ky Huyej ibn Ahtab, që ishte një prej prizve më të mëdhaj të fisit Benu Nadir, nuk i mjafton që i organizon krejt këta për të ardhur për ta luftuar pejgamberin alayhis salam, por tani vjen edhe te Benu Kurejda. Pra ishte hendek, ishte domethënë Medina ishte si më thënë prej hendekut i pengonte armikun për të hyrë, por ky nuk i kishte problem se kishte qenë banor i Medinës dhe i dinte të gjitha vendet ka me përbiru e si me hy në Medinë. Dhe ky shkon disi e gjen rrugën e vet dhe shkon te Benu Kurejda. Nëse ju kujtohet herën e kaluar kemi thënë se si pejgamberi alayhis salam edhe një herë te Benu Kurejda shkoi dhe i pyeti a jeni ende brenda marrëveshjes që kemi bërë. Pra traktati i Medinës që është që e ka bërë me gjitha fiset jehude, po të gjithat i kanë shkel, ndërsa Kurejda nuk i ka shkel deri më tani, por çdo herë sa herë diçka ndodhte pejgamberi alayhis salam shkonte dhe i thoshte a jeni ende në marrëveshje me neve. Ashtu siç e keni dhënë besën. Dhe edhe për luftën e Hendekut shkoi dhe i pyeti dhe ata i thanë po. Ndërsa tani Huyej kishte ardhur që t'i binte ata që të bashkoheshin edhe ta trajtojnë pejgamberin alayhis salam.
Në fillim, Ka'b ibn Asad, që ishte prisi i Benu Kurejdës, nuk deshti sepse e dinte që është me rrezik kjo punë. Kjo mund t'i kthejë muslimanëve, po mund t'i kthejnë ata këtij pastaj, domethënë se e kanë mundësi. Ndërsa Hujeji insistonte se s'kanë mundësi se ata kanë mu marrë me Kurejsh dhe me tjerë, domethënë kanë me luftu me ta, ndërsa ti tradhtoi këta nga brenda. Pra Hujeji ibn Akhtab është prej prisave më të këqij të jehudëve të kohës pejgamberit. Dhe shumë interesant se si vajza e tij, Safia, ajo e pranon Islamin dhe është nën e besimtarëve. Është gruaja e pejgamberit alayhis salam. Nga një pris aq i keq, nga një baba aq i keq, del një vajzë aq e mirë dhe aq e ngritur. Pra, kemi gjatë historisë së profetëve ngjarje të tilla. Kur fëmiu i profetit po zojmë është idhujtar, sikurse rasti i Nuhut alayhis salam, apo gruaja e tij, pra e afërt e familjes, gruaja e Nuhut, apo gruaja e Lutit alayhis salam, apo babai i Ibrahimit, Ibrahimi alayhis salam, Halilullah, i dashur i Allahut, do të thënë një emërtim tepër të veçantë. E ka titullin Halilullah, i dashur i Allahut, ndërsa babai i tij është ai i cili i dizajnon, si me thënë, idhujt. Do thënë, jo vetëm idhujtar, po dhe ai që me dur të veta i bën idhuj për njerëzit me adhuru e mu largu për rrugës së drejtë. Pra ndodh kështu në një familje të ketë kësi dallime, dhe një prej këtyre rasteve është edhe Hujeji me vajzën e tij Safin, e cila ishte, domethënë, besimtare e mirë dhe çdo herë qëndroi me pejgamberin alayhis salam. Dhe ky Hujeji gjithsesi e bindi dhe e Benu Kurejdën që ndahet për kësaj marrëveshje dhe ta trajtoi pejgamberin alayhis salam. Ndërkohë Zubejri ibn Awamin, pejgamberi alayhis salam, pasi dëgjon diçka, e dërgon atë me zbulu se a është lajmi i vërtetë. Dhe Zubejri e merr vesh, e kupton dhe informon pejgamberin alayhis salam se është e vërtetë. Se ata po dëshirojnë me tradhtu pejgamberin alayhis salam. Prandaj edhe është në këtë rast që pejgamberi alayhis salam ka thënë çdo pejgamber ka pasur një ndihmëtar të vet, një havariun të vet, ndërsa havariuni im, ndihmëtari im është Zubejri ibn Awami. Thënë, e dërgoj, ai rrezikoi, shkoi në mesin e tyre dhe vërtetoi. Mirë po, përveç kësaj që i erdh me lajmet, ata kanë shkatruar traktatin, me të marrëveshjen, sepse ky me që këtë gjë zbuloi prej disa të dhënave, prej disa gjërave që i pa që nuk ishin në rregull te këta, disa dyshime që janë vjedhur, megjithatë pejgamberi alayhis salam i çoi 4 udhëheqës të ensarëve, të cilët më herët në kohë të xhahiliyetit kishin marrëdhënie të mira me Benu Kurejden, që edhe ata ta vërtetojnë këtë gjë. Dhe të 4 shkuan dhe e panë se kjo gjë kishte ndodhur. Edhe pse Benu Kurejda i jepnin vetëm përgjigje të paqarta. Mirë po tradhtia ishte shumë e qartë edhe në ajër hetohej ajo tradhtia që ata po e thyenin marrëveshjen dhe sahabët shkuan dhe i informuan pejgamberin alayhis salam për këtë gjë. Dhe kur e kuptuan këtë gjë, muslimanët e kaluan natën më të keqe të mundshme atë natë. Subhanallah. Ishte një goditje vdekjepruese. Thënë për muslimanët në gjë e tillë. Prandaj ka shumë raportime se kanë thënë kjo ka qenë nata më e keqe e jetës tonë. Nuk dinim çfarë të prisnim. Jashtë kishte 10.000 armiq,
Dhe pastaj brenda, së paku 2000 kanë qenë Benu Koreda bura, ka brenda të cilët nuk bën armiq. Dhe kjo nuk na prekte vetëm neve, që e dinin që këta mund t'i sulmonin nga mbrapa shpinës, dhe non e përparme kishin 10.000 ushtarë armiq, nga mbrapa 2000 që i vilte Benu Koreda, ishte domethënë një gjendje shumë e keqe, po thotë kjo nuk na prekte vetëm neve, po edhe gratë edhe fëmijët tanë, sepse ata ishin plotësisht të pambrojtur. Po ata ishin mes të Medinës edhe burrat ishin pranë hendekut në hyrje të Medinës, pra ishte një situatë shumë kërcënuese për jetën. Dhe Allahu subhanahu wa taala e përmend këtë gjë në Kur'an. Se na mendojnë që veç na kalojmë gjëra të vështira, ja. I dërguari i Allahut, njeriu më i zgjedhur që ka, më i miri që ka ecur në tokë, dhe gjenerata më e mirë, siç ka ardhur në hadith që gjenerata më e mirë e njerëzimit janë ata që kanë jetuar me mua, pra sahabët, pra dhe ata po goditen me diçka aq të madhe sa që, domethënë për ju shtangën edhe shikimet edhe zemrat për ju mbrin në fyt, siç i përshkruan Allahu në këtë ajet kuranor. Thotë kur ata u erdhën juve, edhe prej së larti edhe prej së poshtë, dhe kur shikimet u shtangën, e zemrat arritën në fyt, e ju sa janit mendime të lloj-llojta pra. Më kanë thënë dietarët në timin se mendonin mos na ka braktisë Allahu, mos nuk ka më na ardhur ndihma e Allahut që nga dy anët, domethënë do të shohim se si kanë me te i kalu në ligjëratën e ardhshme, si te i kalon besimtari. Për momentin, Allah po tregon edhe diçka brenda vetës së tyre çka po i ndodh, brenda shpirtit të tyre, brenda mendjes së tyre, domethënë ishte një situatë shumë e vështirë. Çka mendonin ata? Ata mendonin ushqimi po paksohet. Kemi 10.000 armiq jashtë, kemi 2.000 brenda, nga do të vinë ndihma, si mund ta fitojnë ata këtë luftë. Tje, në atë vend që janë sprovuar besimtarët dhe që janë trondritur me një dridhje. Pra Allahu po ju tregon se kjo ka qenë një goditje shumë e fortë. Pra për sahabët. Prandaj gjithë kjo kur e shohim domethënë se Allah me fuqinë e vet se si në ligjëratat e ardhshme, kur e kuptojmë se si rregullohet kjo çështje, sa lehtë, më shumë më lehtë se sa që kanë mundër të mendojnë, dhe nëse e shohim këtë moment, rast, si janë tronditë, si, domethënë toka ju ka ardhur e rënd, shpirti në fyt ju ka ardhur nga kjo çka po i ndodh, e shohim se me të vërtetë këto ligjëratat e sirës, këto mësimet e sirës janë tepër të dobishme për të kuptuar se besimtari pa marrë parasysh çfarë vështirësi është, ka një urtësi aty. Dhe vetëm Allah e din se si do ta kthej situatën në favor të besimtarëve dhe do t'i mund ata nga do të thënë do t'i jep atyre fitore kundër jo besimtarëve. Por shumë gjëra nga kjo betejë e Hendekut mund t'i lidhim me kohën e sotme, me kohën e Gazë, me izolimin, me mungesën e ushqimit, me urinë e madhe, me rreziqet nga të gjitha anët prej armiqve, dhe inshallah ashtu si Allahu i dha fitore pejgamberit alayhis salam dhe besimtarëve, ashtu do t'i jep fitore edhe atyre që po e vuajnë këtë gjë. Bashkë Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht e Allahut ju ka premtuar besimtarëve, prandaj edhe gjithmonë rrim si besimtar me shpresë kjo do të vi kur Allah është më hajër për ta. Walhamdulillahi rabbil alamin, motra të dashura, me kaq po përfundojmë sonte, lutem Allahun që të jetë ligjërate dobishme dhe të marrim shumë mësime